Seanca parlamentare e kësaj të enteje në Kuvendin e Shqipërisë nisi me 1 minutë heshtje në nder të gjyqtarit Astrid Kalaja, i cili u vra 3 ditë më parë në sallën e gjyqit. Lidhur me këtë ngjarje, demokratët fajsuan mazhorancën dhe kërkuan dorëheqjen e ministrit të Brendshëm, për çka pati reagime edhe nga socialistët. Të nderuar kolege e kolegë deputet, para se të nisim punimet e seancës sotme, pas konsultimit me kryetarët e grupeve parlamentare, ju ftoj të ndalemi për të nderuar kujtimin e gjyqtarit Astrid Kalaja, i cili humbi jetën tragjikisht të hënën në ambientet e gjykatës së apelit. Vrasja e një gjyqtari të Republikës së Shqipërisë u dënua nga gjithë spektri politik dhe mbar opinioni publik në vendin tonë. Gjyqtari Kalaja i shërbeu sistemit të drejtësisë me përkushtim, profesionalizëm dhe integritet, duke lënë pas një shembull të ndeshmërisë dhe përgjegjësisë në detyrë. Në shenjë respekti për jetën dhe kontributin e tij, ju ftoj të mbajmë 1 minutë heshtje. Qoftë i paruar kujtimi i tij. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, sigurisht që i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe kolegëve të gjyqtarit të ndjerë, po unë besoj që sot në seancën do duhet ta kishim nisur me një fjalë dorëheqje të ministres së Brendshme të Republikës së Shqipërisë. Është e paimagjinueshme që një gjyqtar të vritet në sallën e gjyqit tek lexon vendimin gjyqësor të dhënë sipas bindjes tij të brendshme apo sipas ligjit, dhe ministra e Brendshme të gënjejë opinionin publik se policia e shtetit nuk ka detyrime për të garantuar sigurinë në institucionet e drejtësisë, në rastin konkret në gjykatën e apelit. Të bësh retorik, të mundosh të kapitalizosh politikisht mi vrasje, mi kuf, është e rëndë. Akoma nuk janë bërë shtatat e para. Keni përgjegjësi për gjithë gjuhën denigruese që keni përdorur ndaj gjyqtarëve, ndaj prokurorëve. Nga daljet në balkon që keni folur, e keni sharë të lëndisur, spaku e skrapi etj. Të hënave çdo të hënë me gjuhën që keni përdorur ndaj prokurorëve e gjyqtarëve atje. Nga Altin Dumani, Altin Troplini, Dum Zamani e gjithë këto që keni përdorur. Këto janë gjithë akuzat dhe gjuha urrëties që keni ngjallur ndaj gjyqësorit. Dhe sigurisht që normalisht do ndodhin këto ngjarje të tilla. Sigurisht që keni ndërsyer ato militantët tuaj. Zoti ministër, turp të vi ty që sot këtu po bën avokatin e një vrasësi, turp të vi ty që si zëvendës ministër i Brendshëm nuk i e përgjigjur thirrjes për ndihmë që të kanë bërë Këshilli i Lartë i Gjyqësorit. Turp të vi ty që sot nuk mban përgjegjësi bashkë me kolegën tënde për vrasje në sallën e gjyqit të një gjyqtari që jepte vendim në emër të Republikës së Shqipërisë. Një gjyqtar që po ushtronte funksionin atje. Kur policia e shtetit thotë që nuk kam kapacitet për të mbrojtur një gjyqtar dhe për të mbrojtur njerëzit e drejtësisë, çfarë kapaciteti keni ju për të siguruar jetën e qytetarëve shqiptar? Dhe prokurorët, magjistratët, të cilët sot nga Kuvendi i Shqipërisë presin një mesazh solidariteti, presin një sinjal mbështetje, presin një distancim nga personat caktuar që tek dera e gjykatës kërcënojnë prokurorin dhe gjyqtarin.